dashur miq dhe mirë se erdhët, muaj të mbar të gjithëve. Mirëmëngjes e dashur, një ditë bukur dhe një muaj të mbarë. Muaj, javë, i nisni kështu të gjitha. I kemi të gjitha sot janë të gjitha, domethënë, është e hëna. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa nga ana ime, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur, një javë të mbarë, një muaj të mbarë sot dhe ju ftoj si gjithmonë këtu te këndi Joni Gatimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Sigurisht që e fillojmë ëmbël sot me një revani që do ta bëjmë me portokale, është dimër, është thina më e mirë që neve të bëjmë gatime të tilla, domethënë që janë me fruta, me portokale, me limona, të stinës, janë tamam të stinës, jo se nuk atë që themi gjithmonë që i kemi gjatë gjithë vitit, por shijojnë më mirë tani në dimër. Edhe shijojnë më mirë edhe ëmbëlsirat, edhe mbas, domethënë, kësaj dite do të fillojmë me radhë që të kemi her pas here gatime të cilat do të jenë për tryezën e Krishtlindjeve dhe të vitit të ri. Atëherë të dashur Anvisave, unë sot do të sjell një revani, e them unë faktikisht, sepse do të ketë atë, si thua, mënyrën e përgatitjes së revanis, që do ta bëjmë me portokale, do të përdor dhe limon sot brenda, shikoni që ju thash vitamina, do ta bëjmë me miell ermik, por do të shtoj dhe pak miell të zakonshëm, domethënë për të gjitha përdorimet. Sheqer, vezë, portokallet, siç e shikoni, kam filluar me këtë para përgatitjen, 2 portokale mesatare, të cilat i kam prerë në feta dhe i kam kaluar pak në një sherbet të hollë me sheqer, pak ujë, pak lëng portokalli. Dhe përveç se portokallet i kam vendosur edhe një limon, kështu në fetza, për të aromatizuar, për të nxjerrë atë shijen e mirë, të lidhen bashkë me sheqerin, sepse do të bëj shtresa e fundit e, si thua, revanis. Gjithashtu vezë, do të kemi edhe vanile, kos, pra këto janë përbërë si pak a shumë i thamë dhe të gjitha. Në fund fare, sipas dëshirës, kjo lloj recetë shoqërohet shumë mirë, edhe me një akullore me një, si thosh, lugë akullore, por mund të përgatisni edhe me pana guzhine ose pasiqerim, pan me krem djathi dhe pak vanile, dhe me thënë, ndoshta mund të shtojnë me një cip portokalli ose në fund, sepse ne do të bëjmë edhe me sherbet, pak sherbet dhe cip portokalli për t'i dhënë një tjetër shije. Do t'i tregojmë këto deri në fund mënyrën se si do të bëhet. Gjithashtu kam menduar me mishin të cilën e kam prerë në kubik të vegjël, me qiqrat që edhe mishi edhe qiqrat do të ishte, domethënë të para përgatiteshim më përpara që të bëj e shpejtë receta, se ndodh që të kemi mish të para përgatitur, edhe qiqrat të zjera, edhe ta bëjmë, domethënë, sepse orizi pastaj ajo bashkëpunimi në fund do bëhet shumë shpejt. Përveç se këtyre do të kemi qep, do të kemi hudhra, do të kemi karotë, një lugë mix erzash, gjithashtu tham për orizin që do të jetë orizin. Për punën e hudhrave mund të përdorni hudhër që e kemi kështu të freskët, mund të përdorni kështu plur, atë miksin e erzave e kemi këtu. Pas kemi marrë paketim të ri, e mbaruam atë tjetrin. Por mund të përdorni edhe turmerik. Edhe turmeriku i shkon mjaft kësaj lloji recete dhe i jep shumë shije. Krip edhe piper, vaj edhe gjalp. Pra, do mëse të një kombinimi mirë i vajt edhe gjatë. Shumë e shishme sot, kështu që me zërë po presim të mësojmë si do të përgatiten. Neve, po Anila, unë do të filloj... Jo, doja vetëm të thoja kujgjim produktet, sepse ja u treguam disa për i tyre nga afër, edhe pse ka shpesh se i kemi pjesë të kuzhinës son, ju i dini që të gjitha këto produkte e shumë të tjera, i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranci, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, dyqanet organike në Ranci ju ofrojnë gjithçka me super shije dhe pa diskutim, me një kujdes të veçantë në dietën tuaj ushqimore dhe në regjimin e përditshëm ushqimor, ndaj edhe ne këtu e kemi të preferuarin ton, ku jo vetëm zbulojmë çdo ditë produkte të reja dhe një gamë të pafundme të tyre, por edhe gatuaj me plot shije dhe ju japim gjithashtu këto alternativat e reja se çfarë mund të përgatisni në të gjitha vaktet e ditës. Dhe sot e kemi nisur javën siç ta kati me një recetë ëmbël që të na shkoj kështu, ëmbël java. Të na shkoj ëmbël java dhe muaj. Edhe muaj. Ta mbarojmë këtë vit me ëmbëlsi dhe ta fillojmë me ëmbëlsi. Atëherë si e nisëm punën? Atëherë shiko, unë e nisa duke domethënë hedhur vezët, gjithmonë ju them që kontrolloni vezët një nga një, por siç e shikoni ja si i kemi neve kaq të mira këto vezë, kështu që por gjithsesi duhen kontrolluar. Edhe tek vezët do të hedhim edhe sheqerin. Pra kemi 3 kokra vezë, sa sheqer? 1 filxhan. 1 filxhan. Ose 3 të 4-ta, domethënë kjo varet sipas dëshirës, sa të ëmbël e doni, domethënë. Edhe sa të madhe keni filxhanin. E ti filxhani im, do 3 të 4. Ai filxhani jot është goxha në fakt. Është goxha, kështu që do të vendosim 3 të 4 thatë. Një lloj që ka.
hedhim gjithmonë. Nuk ka nevojë që të bëhet përzierja me, nëse kemi këto krahët e forta, që të bëhet me kështu rafse elektrike, edhe me rafsen e dorës, veç se thjesht duhet përzier mirë që të ketë, do të thënë, mundësi për të shkrish sheqerin. Në rregull. Këtu tani mbasi do të shkrish sheqerin, do të shtojmë edhe vajin, do të shtojmë edhe lëngun e portokallit, gjysmë, do të thënë, filxhan vaj, lëng portokalli, gjysmë kos. Gjysmë filxhan, gjysmë gode me lëng portokalli dhe gjysmë me kos? Gjysmë me kos, po. Do të thënë një i bie të dyja bashkë. Ja, do të shohim një nga një, sa po të filloj të tretet pak sheqeri tek vezët dhe më pas do të shkojmë për bërth. Ndërkohë, portokajt që janë në tigan nuk ka nevojë të ngrohen më, jo? E kanë kryer atë? Tani kam, do të thënë, vendosim në tigan, kushtojmë pak ujë, pak lëng portokalli, edhe një 2 lugë sheqer dhe i lëm që të marrë një 2-3 valë. Do me thënë, ato nxjerrin aromën, zbuten, dhe do t'jesh shtresa e parë që do të vendosim në tavën që ne do të përgatisim këtë revani me portokalle. Ka atë, si thua, mund të quajmë kek, revani, e ka atë, si thua, mënyrën e përgatitjes si puna e revanis. Unë kuptaj. Ja u shkri. Edhe vezët, me thënë, kanë rritur volumin, shikoni se sa miru bën, kështu që s'ka nevojë që të bëhet me rafse elektrike edhe me dorë bëhet shumë mirë. Tani këtu do të hedhim edhe vajin, me që është i madh ky. Filxhanin? Po. Një filxhan të çajit, po ky imi s'është një filxhan, është një filxhan e gjysmë i çajit. Është pak më i madh, po. Hedhim edhe vajin. Pra do të hedhim të lëngshmet fillimisht. Po. Tu kemi lëngun e portokallit, që këtu do të shtoj, kam tu baking powder, një zarf themun, ose një luk. Një luk çaj? Po. Okej. Që të tretet mirë, e hedhim tek pjesa e portokallit, e ndihmon aciditeti i portokallit. Kështu që tretet më mirë këtu. Ngelit kos, ku e kemi kosin këtu. Edhim edhe kos. Dhe një filxhan me kos? Apo gjysëm? Gjysëm filxhani. Gjysë filxhani kos. Pra hodhëm edhe kosin. Të gjitha Ndërkohë, lëngjet raporti u plotësuan. i miellit të grurit me mielin ermik, 1:1. Sepse mielli ermik faktikisht është, si thua, më i rëndë. Edhe gjatë qëndrimit, do me thënë mielli ermik, që qëndron në përgatitjen e brumit, e ka këtë kokrën kështu të fortë edhe fryhet gjatë momentit që qëndron. Ja ta masim këtë me këtë. Rrit volumin, do me thënë. Ta themi më ndryshe. Nga që neve kemi hedhë, ajo që më duhet Anila një maj krip ma hedhë, sepse gjithmonë në mbëlsira është mirë të përdorim një maj e skrip, i kapi majzat kështu dhe i hedhë. I kapi majzat kështu dhe i hedhë. Kaq. Ajo quhet dhe një maj krip. Kemi shtuar mielin ermik ose si migdali, si që e gjenin në dyqanet në Ranci, është i njëjti miell, si që kemi shpjeguar her pas here, për ju që e njini në terma të ndryshëm, por është e njëjta përbërje. Ta hapim edhe këtë, pas ke gati. Kam gati, Anila. Okej. Kështu që do ta hedhim, edhe do ta shikojmë. Sa të duhet, sa të bëhet një brum, si puna e kekut. Po. Në fund, neve do të vendosim në furrë që të na bëhet gati dhe do të përgatisim të lëngjet që kanë ngelur, do të shtojmë sheqer, do të shtojmë dhe lëng portokalli dhe do të lëmë që të na bëhet gati. Si shërbet i lidhur. Do të na duhet për t'ja shtuar pasi t'jetë pjekur, apo? Pasi t'jetë pjekur. Ajo do t'jetë e ftohtë dhe kjo do t'jetë e ngrohtë. Okej, mirë. Do t'a shohim pak e nga pak. Ndërkohë që presim të na lidhet brumi i kekut, le të lexojmë së bashku recetat në ekran. I shohim pak tani të shkruara. Çfarë po përgatisim? Jemi duke sjell këtë të hënë, një revani me portokall, me miell ermik, gjithashtu këto janë të gjithë përbërësit që do t'ju duhen, një filxhan çaj miell për çdo përdorim, një filxhan çaj me miell ermik ose miell si migdali,
3 kokra vez, 1 filxhan çaj sheqer, 1 filxhan çaj me vaj, gjysmë filxhani çaj kos, gjysmë filxhan çaj lëng portokalli, na duhet 1 vanilje pustin, nëse e keni më të madhe se sa 1 zarf, do të përdorni 1 lugë të çajit, jo, 1 lugë të çajit me baking powder, me pluhurin pjekës. Vaniljen, sërish mund ta keni me pustina, por mund të hidhni edhe një maj të lugës së kafes, ose disa pika nëse e keni në formë të lëngshme aromatizuesin. Na duhen 2 kokra portokall, 1 limon, 1 filxhan çaj sheqer, gjysmë filxhani çaj me lëng portokalli dhe gjysmë filxhan çaj me ujë. Mish me qiqra dhe oriz do të përgatisim në vazhdim, për të cilin do të na duhen këto përbërës: 600 gram mish, 1 qep, 3 thelpinj hudhër, 1 karot, 2 filxhan çaj oriz, 1 filxhan çaj qiqra të ziera, 1 lugë gjelle mikserzash, 4 filxhan ujë ose lëng mishi, 2 lugë gjelle vaj, 2 lugë gjelle gjalp. Këndshme duket kjo receta, do ta shohim kur të vi momenti për ta përgatitur, sepse tani ato fetëzat e portokallit dhe të limonit që pat pak më herët, po I vendosim në fund të tavës. Tani, edhe këtu portokall kemi, por do t'ja u tregoj pak më vonë se si... Ato janë për çaj. Janë shumë të lezetshëm. Po. I gjeni tek në ranzi, po ja u kthej dhe kështu si janë, duken të thata në pamje, ndërkohë që janë portokall të dehidratuar, të cilat mund t'i përdorni në dekor të pijeve të ngrohta apo në realizimin e çajrave, në koktejle, në long drinks, në pastiçeri për aromatizimin e shurupëve të ëmbëlsirave e tjerë. Pra janë shumë të këndshëm sepse përveç se ruhen shumë gjatë, japin shije edhe pijeve të ndryshme që ju mund të përgatisni në shtëpi në mënyrë të veçantë. Tani në këto ditë të ftohta, një çaj i ngrohtë I aromatizuar, shijon. Patjetër që shijon edhe na bën mirë, përveç se shijon. Po, ndër të tjera. Atëherë, neve kemi lënë për në fund fare vaniljen, faktikisht sepse nuk e hodhëm në momentin e parë, kështu që ja kaq duhet. Okej. Do ta hedhim tani. Prandaj them që e marrim një kavanoz dhe e kemi për shumë herë. Po. E trazojmë edhe një herë që të shpërndajet gjithandej vanilja, si që shikoni në tavë kam vendosur shtresën me limon dhe portokalle, të cilat thamë që I kemi vendosur më përpara, me gjysmë gote, do me thënë, ujë, edhe 2-3 lugë sheqer, edhe gjysmë, do me thënë, filxhan lëng portokalli. Nga portokallet që na ngelin ato fundet, I shtrydhin brenda, nuk ka nevojë, do me thënë, që të ashtu. Thjesht ato. Ja, edhe brumin e kemi gati. Kjo është rastësia e brumit që thamë, kjo është brumi I kekut. E kemi gati, fura më përpara e ndezur, në temperaturën 180 gradë, do ta lëm 35-40 minuta. 35-40 minuta. Okej, që do të thotë ne deri në orën 10 e kemi pjekur në temperaturën normale pa e sforcuar. Furën e kemi ngrohur, ndërkohë unë po e çoj 180, kështu, si ishte pak e lartë e jona, për t'i dhënë mundësi që të ngrohej. Okej. Që të na bëhet gati dhe mbledhim për gjërat këtu. Tani, do merremi me shurupin apo do kalojmë te receta tjetër? Si mendon? Apo duhet bëjmë atë që të naftohet? Do ta lëm këtu, po mirë, do të fillojmë me recetën e radhës unë, Anila, sepse duhet vendos mishin që të më bëhet gati. Okej, mirë. E pastaj ndërkohë në pushim vendos I bëjmë shurupin, se nuk është problem. Në rregull. Jo, nga që thamë që na duhet I ftohtë, do ketë po edhe të bëhet dhe të ftohet. Edhe të ftohet. Okej, tani do të nisim një recetë të shëndetshme dhe plot vlera ushqyese dhe plot proteina, sepse kemi edhe qiqrat edhe mishin në të njëjtën recetë. Kemi orizin gjithashtu, orizin jasmin do të përdorim besoj sot. Okej, është ky paketimi këtu, që është shumë I shishëm dhe ka të kokrën e këndshme që nuk vjen as, është shumë e hollë dhe as shumë
si që është karnaroli për shembull që është më shumë për risotto apo basmati që i shkon më së miri recetave të ndryshme apo atyre të ftohta sallatrave që përgatiten me oriz apo me produkte të tjera. Për risotto, për... A ne do gatuash? Ja, ta bëjmë andima më. Okej, atëherë do t'i afroj unë çfarë të duhet. E kemi më kollaj këtej. Në rast partë Janela do ndezësh sobër një herë. Duhet, ë? Të falenderoj. Edhe pastaj sa të mbledhe unë këto. Dhe të fillojmë neve me një herë për të shtuar, si që shikoni të dashur andisa, unë kam prerë mishin, përdora mish vici, të cilin e kam prerë në kubik të vegjën. Është shumë e rëndësishme kjo për të arritur edhe kohën që të bëhet gati. E hedhim këtu fillimisht me këtë. E lëm që të bëhet, me thënë, ka vërdisja. Edhe do të marrim qepën. Qepa, kripa. Tenxhere, Nalila. Cilën nga? Këtë? Jo, tjetrën, sepse do ta kthejmë pastaj në fund, që ta përmbysim në një, kështu që na duket edhe një çiksi bukur. Kë do kthejmë? Tenxhere me pilaf. Se si një pilaf do ta servirësh. Po, do ta bëjmë, do ta servirim në një pjatancë të madhe. Shumë mirë, okay. Mirë. Që ta kemi edhe si thua, një pjatë si në mes të tavolinës. Mes të tavolinës. Si pjatë për ditë festive. Po jo dhe se çdo ditë, pse mos ta bëjmë edhe për çdo ditë. Për aq kohë sa nuk ka shumë shpenzime edhe mund. Ashtu, syri është ai që fillon të thënë që të kënaq. Është vërtet. Edhe të lutem ato karotat Anila. I marrim edhe karotat. I kam larë, po t'i pastroj një herë dhe të kemi. Vëjmë vajin, edhe qepën, edhe të shtem karotën. Nuk e di me ndrejtë për karotat i bëjë kështu fia në fakt, se sa në kubik. Do dali më bukur, si lule. Nëse ke ndërmend t'i kthesh ashtu siç thua ti? Po. Po. Më mirë do t'i bëj. Do dojmë çik më shumë kohë. Po, kështu do t'i bëj. Ja do hedhim vajin. Dhe 2 lugë gjatë do t'i hedhim kur do hedhim orizin. Orizin e lash ashtu sepse duhet ju tregoj që e hedhim, e shplajmë 2-3 herë orizin dhe i shtrytim gjysmë limon brenda dhe e lëm kështu, do me thënë, me lëngun e limonit dhe kjo bën, do me thënë, që orizi të mos së ketë atë tendencën të qulloset, por në ngelet i shkrifët, plus që merë dhe vitaminën C nga limoni dhe bëhet shumë e shishme edhe gjella. Tani një qep të plot të madhe, është mirë që ta hedhim, sepse vërtet edhe qepa i jep shumë shije. Tani këtu kam edhe thelpinj hodër, nëse ju gjendet, do me thënë, hodëra të freskëta, në rregull, nëse jo, gjithmonë në raftet tuaja mbani edhe, si thuash, një nga këto kavanozat me hodër, të cilën e përdorim ato për salsa të ndryshme faktikisht, për pregatitur, por dhe jo dhe se nuk përdoret edhe në gatime. Kështu që vendosim këtu pjesën e hodrës dhe të qepës, të grim edhe karotën, të lajmë dhe orizi. Dhe vazhdojmë nga puna. I vëm për para gjërat. Okej. Kjo është receta e dytë që po sjellim këtë nisje jave, me oriz edhe me mish, sigurisht edhe me qiqra, me qënë se jemi tek qiqrat. Kati besoj tek qiqrat që kemi këtu, ke kryer atë rutinën e vendosjes në ujë një natë përpara. Po mund t'ju them anvisave, për punë e qiqrave vendosun që në darkë në ujë të ftohtë, edhe tek qiqrat, edhe tek qiqrat dhe tek fasulet, unë hedh një maj, do me thënë hedh një lugë të çajit krip, me qëllim do me thënë të zbuten dhe plus qashor. Në mëngjes pastaj i vendosim në ujë të ftohtë që të zihen dhe i kemi gati. I lëm që të zihen mirë, sepse ato tani nuk është se duan kohë gjatë atje, do të hidhet për 20-30 minuta. Kështu që i duam që t'i kemi të zjera. Tani të masim edhe orizin këtu, se 2 filxhan oriz do të hedh. Jasmin. Ta lajmë dhe orizin mirë, t'i hedhim lëngun e limonit edhe ta lëmë, s'ka problem, se kemi një pas të hapur. Ka që në hapur. Ska që disa koprizera, një asë i mbledhe. Në ranë sirën hedhim oriz. Kësa orizi është kështu, bereqet. Bereqet, për mirë atë do të shë. Ma di ta marim ta hedhim kështu. E hodhëm për muaj të mbarë. Edhe në shik sheqer edhe. I hodhëm për muaj të mbarë. Mos nga derdhe të dojnë kështu, alkohol, raki, këto si ku janë të i shokatit pa. Orizi. S'kemi nga të sotë. S'kemi, ja.
Nuk kemi receta me alkohol. Ta lajmë edhe orizin, edhe do shtritim këtu edhe një, si thash, lëngun e një limon. Gjysmë limoni, varet sa të madhe kemi limoni, po janë të vegjël. Tani ky sekreti i limonit ishte që orizi të bëhet i shkrifët, Përveç se i shkrifët merr edhe shije. Edhe merr shije. Në të gjitha, do me thënë, kur përdorim oriz, është mirë ta lajmë orizin, edhe 2-3 herë, do me thënë, sa të pastrohet uji, nga i bartë, do me thënë, si e themi ne, të trubu? Po, turbo, po. Okej. Presim Katin se po bën një larje të mirë të orizit që ndon 10 minuta. Kati, ikën minutat. E pullua me këtë sitën. Ashtu. Edhe orizin e kemi gati. Ti bën mirë që flet atje, po nuk të shenjëri. Nuk dëgjohem, ja? Ja, dëgjohesh. Si hedhim edhe këtë lëngun, nga ta sillim këtu. Nuk prish punë që e shtrydhim kështu, sepse bie edhe kjo aroma, do me thënë, e cipës së jashtme të limonit, thjesht të heqim këtu dy fara tani që kanë Po, 2-3 fara, ja. Kemi një lugë të vogël dhe mbledhim farat. Edhe, ndërkohë, mësojmë se sa kohë kemi që të dim të organizohemi, ata vazhdojmë apo jo recetën. Ka vërdisim pjesën e mishit, Kati. dhe do t'a lëm që të zije mishi. Okej, kështu që këtu do t'a lëm për momentin. Mirë? Erdi koha e pushimit, Erdi koha, ka shpejt. Kështu, ikën koha këtu. Pushim të shkurtër kemi, nuk do largohemi për shumë gjatë, kështu që lëm atë mishin të marrë atë valën e duhur. Kemi gati mishin, po. Pas pak në kuzhinë përsëri, mos u largoni. Ja, ku jemi në studio përsëri, vazhdojmë të jemi live në Vila 24 me një mirë mëngjes tjetër për ju që jeni zgjuar vonë, se shumë për ju janë pushim sot, kështu që e keni shijuar paksa mëngjesin. Ne jemi në kuzhinë për të nisur javën së bashku si çdo ditë tjetër nga ora 9 deri në orën 11 dhe në një orshin e parë, pra deri në orën 10, meqense kemi nisur në 9 pra, do të vazhdojmë të qëndrojmë me recetat tona të gatimit, me një recetë ëmbël, plot aromë, portokalli e vanilje që do të jetë një kek shumë i shishëm. Kemi filluar punën, e ndërkohë që po bëjmë edhe një pilaf me mish. Po, e thash kështu shqiptare. Kati zbukuron pilaf me mish. Si e kishte emrin receta? Pilaf. Harro, do ta shohim pastaj. Se Kati zbukuron emrat. Shiko, është zemër, tani hiqen çik atë që të na ftohet, se do kemi. Jo, po kjo do një orë të ftohet tani. Jo, nxirë, ta fiksoj nuk fare. Fike dhe hiqe. Madje ta vendosim tu Anila në lavaman zemra ime. Vendose atje. Edhe tu themi anvisave se çfarë përgatitëm neve këtu me mishin me qiqra dhe oriz. Që do të thotë, neve fillimisht kemi filluar mishin e vishit të prej në kubik të vegjël dhe kjo bëhet me qëllim që të bëhet, do me thënë, përgatitet shpejt, por dhe sigurisht që edhe tek pjesa këtu e gjellës, e duam të jetë më copëza të vogla, nuk ka nevojë. Më mbrapa, pasi unë mishin e kisha bërë gati në tenxherën më njanë, këtu kam vendosur tani lëngun, sepse kam 2 filxhan oriz, do të kemi 4 filxhan lëngë, perimesh, mishi, ujë, çfarë mund të ndodhet ju në shtëpi. Neve aromatizojmë këtë lëngun, mund të hapësh Anila të lutem, që ta hedhim një lugë të supës, edhe e kemi gati lëngun tonë të përgatitur. Gjithashtu, këtu, te tenxheria, kemi hedhur një qep të madhe, faktikisht, sepse qepa është ajo që jep shumë shije, këtij lloj, si një lloj pilafi do bëhet, qep, hudhër, karot dhe më mbrapa shtuam dhe mishin të cilin e kishemi pothuajse bërë gati. Tani është momenti kështu si që kemi, do të shtojmë orizin, që orizin më përpara e kemi larë mirë dhe kemi shtrydhur gjysmë limoni. Nëse është i vogël, hidhja një të tërën, të plotën. Nëse është limoni madh, hidh një gjysmë. Shiko se si e bën edhe e shkrifëron, por merr dhe atë shijen e mirë të limonit. Ajo tjetra që duhet tani, sepse thash hedhim gjysmën e sasisë së vajit në fillim fare që bëhet ajo zbutja e lehtë se nuk bëjmë kavërdisje të rëndë. E hedhim tek pjesa e qepës. Edhe tani do të hedhim këtu sipër një 2 lugë gjalp, aty këtu. Edhe do të shtojmë edhe
Do të shtojmë, ja ta hedhim të gjithë Gjalpin e kemi aty, okej? S'ke nevojë të ta afrojnë ndonjë gjë. Jo, kemi në rregull Anila. Sa i mirë duket, nuk e hapim dot, ke ku? Jo, nuk mund ta hapim. Jo, pa merak, gati u trëm, jo, nuk do ta hap, thjesht po shikoj që harruam të lidhnim qiqërat, se qiqërat duhet ishin pa ushtorizit, po s'ka gjë tani. Pa ato të zjera janë, nuk është se... Jo, në rregull, po që... Ka të prishin formën? Jo formën, po lezetin, po nese do marri pak. Se doja të kisha të shtresën e fundit, s'ka gjë tani, do ta bëjmë ndryshe. Do hedhim këtë këtu. Mund ta hapër se të duash, ajo i ka të gjitha... Mos ta vëm atje se ka avullin e tenxheres dhe nuk bën që ta kemi në atë. Po, duhen ruajtur në fakt, që është vërteta, duhet kemi pak kujdes me mënyrën se si ruajmë në shtëpi qoftë edhe erëzat, larg dritës edhe lagështirës në mënyrë të veçantë, sepse fillojnë edhe prishin ato formën edhe. Të hedhim dhe pak turmerik Anila, se më pëlqen në këtë recetë i shkon. Edhe bëhet ashtu, ku e kam gjalpin, të shtojmë dhe gjalpin tani. Besoj, ja do t'ju a shpjegoj manvistave që t'na kuptojnë tamam. Kemi gati. Si jam plot, kështu që do hedhim edhe një. Urdhëro. Edhe një këtu. Ndërkohë që me sheqerë e ke bërë këtë, Kati, të karamelizuar. Ajo është për dekor në fund fare. Kati ka krijuar një formë shumë të këndshme me 2 feta, me një fet portokall dhe një fet limon dhe me sheqer të karamelizuar, të cilin e hedhim në formë të shregullt mbi një letër kuzhine. Kjo do të ngrijë dhe krijon këtë dekorin që mund ta përdorim për ëmbëlsira të ndryshme. Është shumë i këndshëm. Shtuam ujin e nxehtë. I bëjmë një trazim kështu. Edhe nuk e vendosim më lugën, thjesht ja ta mbajmë një këtu. Edhe turmerikun që nuk hodha, do ta hedh tani. S'ka që marrë me dorë tani. Se më pëlqen ky turmeriku, përveç se shijes, ngjyrës, por ka edhe vlera ushqimore. Ka dhe aromën shumë të mirë. Mund ta përdorni në supë, në sallatë, në mish ose në makarona. Është një prej erëzave më të përdorur në kuzhinën indiane, sidomos në gatime me oriz dhe mishpule, gjithashtu shumë i përdorur edhe në gatime aziatike. Mund të përdoret gjithashtu në çaj, si përzierje me pak piper të zi ose lëngje frutash dhe smoothie. Konsiderohet një superfood, një super ushqim, ndaj se jo të mos e përdorni si në përgatime, ashtu edhe në format e tjera që unë përmenda, dhe ashtu si çdo produkt tjetër në kompaninë Neranzi, keni gjithmonë tabelën e vlerave ushqyese që përmban produkti, një informacion të përgjithshëm dhe mënyrën se si mund ta përdorni edhe ju nëse keni një produkt të ri të panjohur. I bëjmë një përmbledhje gjellës neve që ta shkojnë ta dëgjojnë Anvisa. Do të shojmë recetat pas pak, po ndërkohë na shpjego edhe një herë çfarë kemi bërë. Të dashur Anvisa, neve kemi mbuluar me kapak, tani nuk ka nevojë domethënë që të duket më, por faktikisht neve këtu kemi filluar fillimisht mishin, të cilin e ka vërdisëm dhe i lam të zbute dhe të gjysëm zjej në një tenxhere tjetër, më mbrapa në këtë tenxhere kemi vendosur qep karot dhe shtuam edhe qep karot faktikisht dhe shtuam mishin të cilin më përpara e ka vërdisëm dhe e gjysëm zjem. Për punën e qiqrave, faktikisht tham që i vendosim që në darkë, ose kur pregatisim qiqra, hekim edhe një pjesë, një filxhan, 2 filxhan, heri bëjmë salat, heri bëjmë humus, heri bëjmë sup, heri bëjmë do me thënë një recet kështu. Pra mbajmë gjithmonë, mbajmë zijem shumë dhe mbajmë një pjesë për të bërë do me thënë një gatim tjetër. I shtuam dhe ato, kemi hedhur dhe 2 filxhan oriz, të cilin e lam, tham, dhe shtrydhëm aty në gjysmë limoni ose një limon nëse është limoni vogël. Tham që përveç se shijes, vlerës ushqimore, vitaminët C që përmban në limoni, por i bën dhe shkrifërimin e orizit, e mban të shkrifët orizit, kështu që bëjeni në të gjitha llojet e gatimeve, do me thënë për punën e limonit. Jep edhe shije, edhe e mban të shkrifët orizin. Tani do ta lëm në temperaturë të mesatare, nuk e trazojmë më mbasi kemi hedhur atë, shtuam edhe një 2 lugë gjalp dhe e lëm kështu të qëndrojnë në temperaturë mesatare për 20 minuta dhe do ta kemi gati për ta servirur. Po ne që nuk kemi 20 minuta ka, por kemi 13. Po do shikojmë se ndoshta do harikone, do t'japim një çik më tepër temperaturë, por sigurisht
që në një, do me thëmë, 15-20, nuk do dhe faktikisht 20, se është e nga trova, është orizi Jasmin Kyqi, nuk do ka shumë. Po pra, nuk do ka shumë, Ndjesë se nuk është aji kokër rumbullaku që do ka... 8-12 minuta, po në rregull do t'jemi. Jo, jemi në rregull, prandaj thashtë si ka mundësi. E kisha llogarit ndryshe, më falni. Më të shkurtër gatimi. Më të shkurtër kohë. Ja, prandaj kemi ne këtu që t'i shohim, t'i lexojmë. Po. Tjetra, ndonjëherë nuk është se ato, do me thënë, tabelat janë eksakte dhe dalin tamam ashtu, por neve në shtëpi shikojmë thjesht dhe krijon ato bulzat, vrimzat, themi që është bërë gati. Dhe pasi është bërë gati, do ta mbuloni, do hiqni kapakun, do ta mbuloni me një pecet kuzhine dhe do ta lëni të qetësohet. Dhe atëre keni gati dhe të ngelet i shkrifët se po i lat me kapak, a i qulloset, bëjen lëngjet brënda dhe qulloset dhe nuk bëhet i shkrifët pilafi ashtu si që ne e duam. Dhe themi ne pse na u qullos pilafi. Ja këto janë ca gjëra që duhet i dim. Tani çfarë do bëjmë ne? Tani unë do bëj, këtu kam krem djathi, do të marrë edhe pana që kam në frigorifer se duhet të jetë e ftohtë që ta përzijej me kremin e djathit dhe do të bëjmë atë që do të kemi pjesën e servirjes pastaj se besoj dhe kjo duhet jetë gati Atëherë ne kemi bërë një kek, e kemi në furr, kemi përgatitur gjithashtu dhe këtë shurupin me lëng portokalli edhe me sheqer, shumë të këndshëm me limon gjithashtu që do t'ja shtojmë nga sipër, por ndër të tjera për ta shoqëruar, e tha më herët po e përsëris meqense jemi shkëputur për publicitet, mund ta shoqërojmë me akullore nëse kemi dëshirën e tillë, ose me këtë përzierje që Kati është duke bërë me krem djathi, që është ky kremi këtu, që mund të përdoret për receta të kripura e të ëmbla, gjen terren në gjithçka, ose gjithashtu pra duke e përzier kremin e djathit me pana pastiqerie të ëmbël. Unë i them kek, revani e ka quajtur Kati në recetë dhe shohim tani edhe një herë kush janë të gjithë përbërësit që i duhet kësaj recete. Revani me portokall dhe miell ermik, na duhet 1 filxhan çaj miell për çdo përdorim, 1 filxhan çaj miell ermik, 3 vezë, 1 filxhan çaj sheqer, 1 filxhan çaj vaj, gjys filxhan çaj kos, gjys filxhan çaj lëng portokalli, 1 vanilje, 1 zarfër pluhur fryrës, 2 portokalle, 1 limon, 1 filxhan çaj sheqer, gjys filxhan çaj lëng portokalli dhe gjys filxhan çaj ujë. Sa shumë filxhana çaj. E shohim edhe recetën tjetër me që se jemi në leximin e recetave dhe marrim edhe pak kohë ndërkohë që Kati kryen atë përzierjen dhe zhurmën ju e dëgjuat, po bëhet diçka në kuzhinë. Mish me qiqra dhe oriz ka përfunduar së përgatituri, duhet vetëm koha e qëndrimit në temperaturë të ulët për të përfunduar zierja e tij. Receta e plotë është kjo, 600 gram mish, 1 qep, 3 thelpi një hudhër, 1 karrot, 2 filxhan çaj oriz, 1 filxhan çaj qiqra të ziera, 1 lugë gjelle mix erzash, 4 filxhan ujë ose lëng mishi, 2 lugë gjelle vaj dhe 2 lugë gjelle gjalp. Unë e di që kur janë recetat kështu të bollshme, po themi me shumë përbërës, ndoshta ju duhet pak më shumë kohë për t'i mbajtur shënim, ju që vazhdoni dhe i ruani recetat në ato bloqet tuaja të gatimit, po ndërkohë në rast se ju humbisni gjatë kohës që ne i shfaqim edhe i lexojmë së bashku në ekran, mund të na rigjeni duke klikuar pak minuta më vonë në kanalin tonë zyrtar Villa 24 ose në News 24. Na gjeni tek të dyja, gjithashtu edhe në Balkan Web pak minuta pasi ne të mbyllim kuzhinën, ku keni në të njëjtën kohë recetat që unë lexova, mënyrën të përgatitur i shoqëruar me videot përkatëse nga transmetimi ynë live dhe produktin gatimin e përfunduar të ilustruar edhe në një foto, një mënyrë e mirë kjo. Shpesh kur ne nuk arrim dot për shkak të kohës së transmetimit live të përfundojmë këtu të gjitha. Dhe u bë? Po, u bë kjo, edhe kemi gati. Këtu do të hedhim 1 maj vanile. Edhe do të shtojmë edhe nga ky djathi. Do të shtoj kaq është mjaftueshëm faktikisht. Nuk po e shtoj të gjithin. Okej. Është në rregull. Do vazhdojmë ta përzierjem apo jo? Një përzierje të lehtë do tani më se nuk do. Dhe besoj pak nga pak do të vi momenti që ne do t'i bëjmë bashk kekun, shurupin, dekorin e portokallit edhe këtë masën që jemi duke bërë bashk tani me krem djathi, pakës vanilje për aromë dhe me pana të ëmbël. Një mbarom ndjes për zhurmën. S'ka gjë. Faktikisht edhe mundet i bëjmë pa i treguam përpara, por kjo neve më tepër e bëjmë që të tregojmë dhe cilësinë e panës që kthehet në marengë. Shumë e mirë duket. Kjo është në vend të akullores. E bëjmë, domethënë, duke servirur me një lugë nga kjo, domethënë kremi, bëhet jep shumë shije. Vendosim pak portokalli.
patjetër që edhe shurupi është ajo pjesa që do ta bëjmë kështu dekor. Ti bëjmë tani? Ta heqim. Atëherë, është momenti që Revania të përfundoj. I kemi veç, kemi shurupin në tigan, kemi dekorin këtu, kemi kremin që sa po përfunduam, dhe Revania që po del nga furra. Okej. Edhe shtresa e fundit e tavës është me fetëza portokalli edhe limoni. Shiko, do t'ju them ambisave, tani, për momentin, neve si që shikoni e kemi të nxehtë. Gjithmonë, kur del nga fura, duhet ta lëm të qëndroj, të pushoj, dhe pastaj, do me thënë, të vazhdojmë, do me thënë, procedurën për ta treguar dhe për ta përfunduar. Mirë, po neve do ta, si tuash, do ta vendosim këto juve në shtëpi, ktheheni edhe nga ana tjetër. Më mirë që të keni të pjesën e atyre. Ne, nga që nuk e kemi mundësin, unë kam bajtur, do me thënë, në pjesë portokalli këtu, që të bëjmë si do t'ishte. Shumë të mire kanë aromën, edhe shumë i mirë bëhet, edhe si, do me thënë, si ëmbëlsirë. I vendosëm me një këtu. Edhe këtë, ja hedhim sherbeti. Ky sherbeti është shumë i mirë, kemi shtuar këtu lëng portokallik, tek ato që kemi vendosëm në fillim fare që na pat që vendosëm portokallet që u dham 2-3 valë, lëng portokalli, sheqer, edhe është bërë një sherbet shumë i mirë. E hidhni sherbetin të gjithë, të përthiset. Më mirë kështu, nga kjo anë. Ashtu. Juve, në fund fare thamë që do t'a servirni, mirë ishte të kishin nxjerrë një pjesë. Shme nxerë, nuk e di nëse mund t'a nxjerrim pa na u thërmuar. Nuk e di. Edhe kjo. Pastaj me karamele që kemi bërë dhe herë tjetër këtu, mund të krijoni, do me thënë, në forma të ndryshme, për t'i bërë, do me thënë, ato dekoret, si doni juve për shumë, kur e servini. Tani është e madhe në që kjo. është e madhe faktikisht. Okej. Nuk e di se si njësën, por është goxha e madhe. Edhe, tani nuk po e vendosun pjesën e kësaj. Këtu, kjo gjë do të bëhej nëse e vendosni në pjatë, një racion, vendosni një lugë nga kjo anash, një lugë, duke e bërë me të dyja lugët në këtë mënyrë. Që t'i japim formë? Ja. T'i japim një formë. E vendosim si një lugë akullore, duke vendosur edhe një pjesë nga kjo portokalli të karamelizuar, dhe e servini bukur. Do me thënë, jep një tjetër paraqitje pjatës tuaj gjatë momenti që doni ta servini. Tani ndodhë këtu që mirë do ishtë, ta kishim para pregatitur, ta kishim gati për ta treguar. Po prandaj thashë, që pak u vonë ju na shikoni në nuk e kemi bërë. Neve do ta lëm të ftohet, por sigurisht që tek do ta vendosim, do me thënë në pjatë dhe do ta tregojmë, do ta bëjmë foto dhe do ta tregojmë, do me thënë të përfunduar. Ne do ta lëm tani të përthithë sherbetin që pregatitëm dhe do ta tregojmë më mbrapa në foto ashtu si shtot Anila. Tani ne jemi... Tani të shplem duart edhe të shojmë dhe... Të shojmë çfarë ndodh me orizin. Kemi 4 minuta kohë. Sa minuta kemi? Dhe ham karamel me portokall. Që bëj shumë i shishëm faktikisht. Për dekor mund të përdorni edhe këto. Unë i kam shumë qef. Ato ti bëjnë me kështu, Anila. Duke e njohur pak në shërë. Bëjnë shumë të mira. Ato bëhen për dekor, të shkrinë sheqer, vendosin ato mbi një letër, edhe i kaloni me lugë me sheqer kështu të vizuar. Se ka që janë të thata ruajnë formën ato. Po, dhe mbajnë atë formën ashtu, dhe plus që japin edhe aromë. Tani të marim pjatën, nëse sa kohë kemi tani, të gride pak majdanos. Kemi 3, 4. Tamam e kemi. Sa të duash ti? Aj, sa për të përfunduar recetën kemi. Vendosim edhe pak majdanos se duhet që t'i hedhim.
A duhet për dekor, ka shumë? Apo të jashtosh brënda? Do të jashtohet edhe brënda, jo, edhe pastaj në fund fare, do me thënë që kthehet, i hedhe edhe dekor. Po ja këtu, ja hedhim kështu. Pa? Edhe në fund fare që e kthejmë, se e përmbysim, i shtojmë edhe tek pjesa e sipërme. Tani ne do të përmbysim faktikisht. Edhe pse është shumë i nxehtë. Edhe pse është shumë i nxehtë. Si do që të na dali, do dali. Më vjen mirë që na paralajmëron që edhe mund të mos dali. Jo, shiko. Tani, çdo gjë ashtu si themi gjithmonë, duhen qëndruar të... Vetë ftohet. Po s'ka gjë tani. Ne do bëjmë sikur jemi në shtëpi. Edhe nxitojmë ndonjëherë për ta serviru në tryez. Ku a servirim të nxehtë. Se sa arrim ndonjëherë kohën, e bëjmë shpejt edhe thonë, shpejt, akoma s'u bë, të ndodhë ndonjëherë të nila. Pa, si ja? Ashtu. Ja, prisni dhe një qik, themi neve. Se shtohet oreksja ashtu edhe të shijan më shumë. Ja, të shikujmë tani. Ne do na shtohet oreksja, po edhe mirë, dhe nëse s'u bë forma. Revanin do ha, si do që tjetë. Kujtes. Surpriz. Prit? Mbajti dhe ca tenxheria. Po nuk e gjë, se ato e rregullon me lugë edhe formën ja sistemon. Shiko, është ajo që themi gjithmonë që duhet të qëndrojë. Sa më pëlqen kjo ngjyra që ja ka dhënë turmeriku, a? Apo edhe karotat kanë bërë të vetën edhe? Jo, më shumë turmeriku. Turmeriku, më pëlqen kjo ngjyra e... Po aroma nuk të pëlqen, që ka lëshuar aromën e mirë. Më pëlqen. Të edhim dhe këto karotat sipër. Një recet shumë e shëndetshme. Problemi është që e nëzorëm, me thënë... Çfarë ke Kati? Që duhet qëndruar kjo. Ja, Kati, por nuk i dalin gjëra si çdo, merr një pamje shumë serioze. E tham, para se ta kthenim, që duhet të ftohur, ndryshe do kishim prerë edhe revanin, po e dim që nuk do të dalë bukur siç ne e duam, kështu që duan kohën e vet në kuzhinë gjërat. Mirë, iden u adham tani. Pa. Ato në shtëpi kanë më shumë kohë se neve, do ta bëjnë ashtu siç duhet. Do ta bëjnë më bukur. Pra këtë servir janë kështu në një pjatancë të madhe, mund ta bëni në ditë festive, edhe të zakonshme, po e vendosni në mes të tavolinës dhe secili merr aq sa do në pjatën e vet. Ti shtojnë çik majdanos? Po. Se shkoj 10 ora. Vajti? Mirë, vendos edhe ti dorën tënde të fundit. Ja kështu. Se e ke të bukur. Do themi që do bëjmë nesër, apo? Nuk i mban mend. Nuk do e themi. Nuk i mbaj mend. Nuk i mban mend. Nesër në orën 9 jemi këtu për receta të tjera. Më mirë të na presin, të edhe unë çik. Shikoj që nuk i pëlqen puna ime, kot vën, kot më bëj qefin. Kati duhet ta mbyllim. Ta bëjmë si kopësht me lule. Themi mirupafshim. Këtu mirë kemi këtu. Duket. Mirë kemi. I kemi ndarë një ande një këtej, po mirë, ëmbëlsira është jotja, si e ti e ëmbël, ashtu ke edhe ëmbëlsirën. Le ta mbyllim kuzhinën tani duke të thënë të lumshin duart për këto receta Kati. Vërtet kënaqësi që ndaj gjithmonë me ty këtë emision. Të them si gjithmonë të kam një Barbie këtu në krah, edhe më jep. Sa kishe thënë sot, dhe tha çapo më mungon. Hajde ta mbyllim kuzhinën të lumshin duart. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Ju uroj një ditë bukur në vijim. Nga unë Katerina mirupafshim dhe mirë takofshim këtu nesër në të njëjtën orë bashkë me anilën time me ide dhe receta të reja. Patjetër që po. Kemi publicitet shkurt dhe do të kthehemi me të ftuarit për sot. Kemi 2 pjesë njëra pas tjetrës, janë shumë interesante, kështu që unë do doja që të mos u largonit për të zbuluar së bashku mbas reklamave.